Deklarata për çiftin Loredana kërkon falje publike për prishjen e imazhit që u bëri. Çfarë po ndodh? Pas përfundimit të Big Brother VIP Albania, një nga çiftet më të përfolura ishin Tiri Gjoci dhe Krisa Çaushi, të cilët kanë thyer heshtje në lidhje me akuzat që u bën brenda shtëpisë për një flirt të mundshëm që kishte ndodhur midis Tirit dhe Loredanës. Gjatë një interviste teksa folën më shumë për ngjarjet në Big Brother VIP, por edhe jashtë saj, çiftit ka treguar se situata me Loredanën tashmë është mbyllur pasi ajo ka kërkuar falje për deklaratat e saj. Por Krisa nuk i kurseu fjalët, duke theksuar se e gjitha kjo ishte një tentativë për të dëmtuar imazhin e partnerit të saj, teksa tha: "Kam reaguar në shtëpi sepse ajo që bëri Loredana ishte dëmtim imazhi për Tirin, e nxorre si një person që flirton me çdo vajzë që i del përpara, ndërkohë që partnerja e tij ishte aty. Ajo më ka kërkuar falje." Nga ana tjetër, Tiri u shpreh se nuk i kishte pëlqyer mënyra se si ishin interpretuar gjërat në shtëpi dhe shtoi me ironi: "Fansat e Big Brother janë për të studiuar, janë të çuditshëm." Ai shtoi se edhe pse mund të kenë ndier pak inat për atë që ndodhi, e njeh mirë karakterin e Loredanës dhe nuk e sheh më si një çështje të hapur. Teksa Krisa tha: "Jam njëri që fal, nuk e kam problem, unë jam e hapur." Loredana vërtet të gjithave është treguar mjaft të plote dhe ka qenë shpirt njeriu. I kemi kaluar dhe ja kemi lënë gjërat brenda mureve të shtëpisë. Pas gjithë këtij rrëfimi, çifti dukej se është më i fortë se kurrë, teksa ka thënë se do të nisë një kapitull të ri jashtë shtëpisë më të famshme, duke premtuar një projekt së bashku. Krisa tha se kanë menduar prej kohësh dhe do e bisedojnë me Top Channel-in për t'i dhënë një mundësi që ta shfaqin në ekranin e televizionit më të madh. Ajo tha se dyshja nuk do të dalin shumë nga kornizat e profesioneve të tyre, duke zbuluar vetëm pak se Krisa do jetë në moderim dhe Tiri do të këndojë. Pritet të shihet se ç'plan ka çifti i njohur.